Zoti kryetar, kjo që ndodhi para pak dhe i dhatë fjalën ministrit duke ja ndërprerë nën kryetarit dhe përfaqësuesit të mendimit politik Partisë Demokratike të opozitës nuk duhet ndodhi më. Qofse mendoni se e zgjidh me një buton e ke shumë gabim dhe ti e di që e ke shumë gabim. Në qofse do vërtet që ministri flitet të flasë dhe të dëgjohet, jo vetëm thjesht ta kalojë si procedurë etike në punë vet, duhet të krijosh kushtet ta bëjë këtë punë. Dhe kushtet krijohen mbasi ne kemi caktuar ca piketa. Se përndryshe, ti e ke të qartë, në qofse ne vendosim edhe një herë tjetër përballë kësaj, nuk ka për të folur as ministri, as kryeministri, as kujt zotin Tokë zbresi, këtu nuk flet. Kështu që po e vazhdoj aty ku ishe, ku duhet na kishe lënë ta mbaronim para se të fillonte ministri. Ne jemi vërtet për komision që nuk jemi përgjegjës. Jemi komision për dhënie mendimi. Unë mendoj që kjo është dhe më e vështirë si detyrë se sa kur kemi komision përgjegjës. Normalisht, kur jemi komision përgjegjës, ne jemi juristë këtu, një pjesë e mirë vjen nga fusha, cilat i kemi mbuluar apo na ka puth puna apo elbet e formimit që kemi na lejon të orientohemi. Në qoftë se jemi komision për dhënie mendimi, do të thotë që është një diçka që nuk na përket ne, nuk është i fushës tonë të formimit. Atëherë kemi nevojë edhe më shumë për konsultime. Pse? Se nëse do disiplinojmë një normë ligjore për një fenomen, ne nuk mund ta bëjmë në qoftë se nuk kemi kuptuar fenomenin siç duhet. Kemi pasur ala e majmen, kanë një 3 muaj visho Ajazi këtu dhe ti këtu ke qenë në këtë komision. Me na sqaru për firmën elektronike ishte komplet ligji, 200 ca nene, ishte i gjithë me terma teknike. Dakor? Sigurisht erdhën folën ekspertët dhe e ku diun se çfarë, një pjesë i kuptuam, po ma thelbin e gjuhës e kuptuam. Dhe ligji ala është akoma sot. Kemi bën një ligj të mirë. Nga kjo pikpamje nuk mund ta kufizojmë ne. Ky të vi, ky të mos vi, siç u përpoq ta vendosë zoti Gjiknuri, do të vinë ata që ne të gjithë kemi nevojë të vinë të na sqarojnë. Veçanërisht persona që kanë një uri shumë specifike mbi fushën. Se sa pastaj na mbetet mend mbas shpjegimit të tyre se cilit për nesh jemi këtu ai është muhabet tjetër. E diskutojmë që disiplinojmë gjithmonë nga pikpamja teknikës legjislative normën ligjore. Pa kuptuar fenomenin e nuk mund ta bëjmë këtë punë. Kështu që futemi kot në debate si ai i zotit Gjiknuri që mua më duk se donte të relativizonte se kush mund të vi dhe kush nuk mund të vi në komision. Kush mund të ndëgjohet dhe kush nuk mund të ndëgjohet. Nuk e cakton zoti Gjiknuri atë punë. Kështu që është një ligj jashtëzakonisht kompleks, siç u tha zoti Bylykbashi dhe nga pikpamja teknike. Është një ligj edhe më kompleks nga ana e debatit politik që do haj dhe ne e dim këtë punë. Në qoftë se mendon se e zgjidh me një ashtu nuk marron kurrë kjo punë. Secili do të marrë kohën e vet, të vendosim piketat, në qoftë se duam vërtet që këtu të vi ministri mos harxoj kohën kot, lexoj një relacion, një memo që ja kanë përgatitur para se më mrit në zyrë. Opinioni publik mos marrë vesh gjë këtu nga ne askush se një gjë. Përfshit aty. Kështu që nëse do japësh substancë mbledhjeve të komisionit dhe kjo është detyrë jote, nuk është e drejtë jote. Do të ke për detyrë të japësh substancë mbledhjeve të komisionit. Do kishte çik më shumë durim për secilin prej kolegëve, veçanërisht kur vendosin piketat përpara se të nisim një proces tillë legjislativ kaq kompleks sa ky që kemi në radhë. Faleminderit. Po zoti ndoja. Një moment. E kam